Allahu i madhëshëm në disa ajete i përmend disa karakteristika të njeriu të mençur. Për shembull, në ajetin e 19 të kësaj sure thot: "Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab." A janë të barabartë ata që e din se këtë Kur'an që ta shpalli Allahu ty o Muhammed është i vërtet me atë që është i verbër, nuk e shef këtë fakt. Kush merr mësim, innama yatadhakkaru ulul albab, ata që janë të mençur. Ky ajet i ndau njerëzit në dy kategori. Ata që e din se Kur'ani është hak dhe ai që është i verbër. Jo i verbër me sy, por i verbër në zemër. Dhe nuk e kupton se ky Kur'an është hak. Nuk e kupton se Islami është hak. Andaj tha Allahu i madhëshëm, ata nuk e kuptojnë sepse këtë fakt e kupton ai që është i mençur. Ai që ka mend. Andaj për ta kuptuar faktin se Allahu është një dhe vetëm ai meriton adhurim, kjo tregon se ti je i mençur. Mençuria më e madhe nuk është me zbulu galaktikën, gjithësinë, me i thellë tokë, gjeologjinë, e me i thellë trupin e njeriut me mjekësi. Mençuria më e madhe është me kuptu qëllimin e krijimit tonë. Pse Allahu neve na ka kriju, pse Allahu në këtë tokë na ka vendosur me jetu, edhe cilët janë detyrat dhe angazhimet tona që i kemi. Për këtë shkak, Allahu i madhëshëm në surën El-Mulk, kur përmend hudhjen e jo besimtarëve në xhenem dhe djegjen e tyre ati, tregon që kanë me thonë xhenemlit. Kanë me thonë, "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sikur të kishim dëgju pejgamberët e Zotit, sikur të kishim dëgju dietar, trashëgimtar të pejgamberëve të Zotit, kur i përcjellnin mesazhet e Zotit te na, sot nuk do ishim xhenem. Au naqilu, apo sikur të kishim mendu mirë, sikur të kishim logjiku shëndosh, sikur të kishim pas mendje prehtësi, s'do ishim sot banor të xhenemit. Shifne? Do të janë dy pozita. Ja e merr fen të e ndëgju thirrjen e pejgamberëve, ja e merr fen tu mendu kthjellt edhe sakt, edhe vjen konstatim se duhet me bo ibadet Allahun dhul xhelal. Pra mençuri që ka me adhuru Allahun dhul xhelal dhe me kuptu qëllimin e krijimit tonë. Filani doktor, profesor i fizikës shkon e adhuron lopën, i thu mjerimi ma. Çfarë mendë ka ky njeri që ku ka mërin shkencë e shkon e adhuron lopën. Ose doktor, profesor i shkencave ndryshme shkon adhuron statuja, gurë dhe dru. Edhe e adhuron Budën për shembull. Edhe kërkon ndihmë prej tij, e shpëtim prej tij. E tani, kur e përmendi Allahu i madhëshëm, innama yatadhakkaru ulul albab, këtë gjë e marrin vesh ata që janë të mençëm, i përmendi pastaj në ajetin 20, 21 dhe 22 disa karakteristika të këtyre njerëzve të mençur. Edhe këtu është poenta. Edhe na duhet t'i mendojmë këto karakteristika dhe të shohim sa prej tyre i kemi. Thot Allahu dhul xhelal: "Alladhina yufuna bi ahdi Allahi wa la yanquduna al-mithaq." Ata që marrveshjen me Allahun e zbatojnë dhe ata nuk i thejnë kontratat, marrveshje që i kanë as me Zotin as me njerëz. Dy karakteristika. 3.
Walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusal. Ata që i majnë lidhet farefisnore, nuk i shkëpusin ato. 3. Wa yakhshawna rabbahum, ja kanë frikën Zotit. 4. Wa yakhafuna su'al hisab, dhe kanë frikë ditën e llogarisë mos t'i del hesapi keq. 5. Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dhe ata që bëjnë sabër në udhën për fitu kënaqësinë e Zotit. 6. Wa aqamu s-salat, e falin namazin. 7. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, dhe për asaj pasurie që na ja kena dhënë ndajnë ata fshehur azi dhe publikisht. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a, dhe të keqen që bëjnë njerëzit e kthejnë me të mirë. 8. Ulaika lahum uqbad dar, këtyve u takon fundi shtëpia e mirë ose fundi i shtëpisë së mirë. Çka është kjo shtëpi e mirë që për ta? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Gjennetet Adn, aty hynë këta besimtar, edhe prind e tyre të devotshëm besimtar, edhe gratë e tyre, edhe fëmijët e tyre. Do shife, në gjennet nuk hyjet vetë. Si mos jesh në gjennet ti me prind të tu, ti me gruan tone, ti me fëmijët e tu, nuk ka kënaqësi në xhenet. Andaj Allahu tha, këtyre njerëzve që kanë këto karakteristika, u takon xheneti. Andaj është besimtari në xhenet me prindët e vet, me gruan e vet, me fëmijët e vet. Dhe vetëm ashtu ka lezet edhe ka kuptim jeta në xhenet, po jo vetëm kaq. Wal malaikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab. Prej dyrëve të shumta të xhenetit, të pallateve që i kemi në xhenet, hyjnë melaqet me na ofru mirë se ardhje dhe thojnë selamun aleikum, paqja dhe mëshira Allahu qof mbi ju. Masi bënët sabër në dynja, atëherë për hajër ju koft kjo shtëpi e madhe që e keni meritu me gëzu. Pra këto janë ajetet e surës Ra'd. Tani, këto ajetet treguan se njerëzit e mençëm e pranojnë Islamin. Njerëzit e mençëm e dinë cili është qëllimi i krijimit të tyre. Njerëzit e mençëm i zbatojnë urdhnat e Allahut. Edhe sot na jemi dëshmitar se ata shkencëtar që sinqerisht zhyten në oqeanin e diturive, ata vinë në konstatimin se Allahu është ai që duhet të adhurohet. Dhe Allahu është ai që në mënyrë perfekte e ka kriju këtë gjithësi dhe se asnjë boshllëk dhe mangësi nuk ka në te, dhe vjen edhe thot ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. E tash, ku jemi na, muslimant, edhe shkenca, fatkeqësisht ka dallim. Jemi shumë larg mes asaj që na mëson neve Kur'ani dhe asaj në të cilën jemi nesër. Dhe për këtë shkak, gjendja e ummetit ton është në këtë drejtë të cilën jemi nesër. Ajetet përmendën disa cilësi, karakteristika të njerëzve që janë të mençur. E para,
marrëveshjen me Zotin e plotësojnë. Për cilën marrëveshje folët? Të gjithë na njerëzit o vllazër, që nga momenti kur Allahu i Madhërisht i krijoi shpirtat tonë, i nxjerri në një mejdan, i rreshtoi ato dhe u paraqet madhnia e tij para shpirtave tonë, edhe u tha: Alastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Të gjitha shpirtat që i kishte kriju Allahu i Madhërisht thanë me një zon: Bela, gjithsesi, po me plot gojë na themi se ti o Allah je Zoti jon. Ti je krijuesi jon. Do të gjithë shpirtat që nga Ademi a.s. e deri te njeriu i fundit që ka me lind para kiametit, krejt të shpirta ja dhanë besën Allahu Dhul Xhelal, edhe i thanë se ti o Allah je Zoti jon, ti je krijuesi jon dhe na jemi krijesa që ti na ke kriju dhe ne e pranojmë këtë fakt. Mirë. Pre asaj bote, kur del njeri në këtë botë, ju e dini që ndodh. Kur martohet njeri, edhe flen me gruan e vet, me kader të Zotit, ngelet gruaja 7 zonë. Edhe kur t'i boje 4 muaj embrioni në barkun e nanës, vjen një melek qatë shpirt që është kriju atëherë para historisë, e bjerë në barkun e nanës të aj embrion dhe e shtin në trup. E në momenti që i ven shpirti këti embrionit, këti fetusit, kësaj fëmije, fillon me lëvizje. Bëhet krijesë e gjallë. Dhe ky njeri vazhdon edhe 5 muaj në barkun e nanës, edhe kur t'i bën 9 muaj del këtë botë. Shifni subhanallahu, kjo është hikmet i jashtëzakonshëm. Prej ditës që lind, deri kur t'i bësh 15 vjet, nuk i ku një farë obligimi edhe detyre. Ka shi Zotit. Allahu i Madhërisht ta ka dhënë këtë hapësirë, pse sepse jeti Allah i papjekun. Nuk i kupton mirë gjanat. Nuk i dituri. Edhe në qaj 15 vjeqarshi shkon me fazën e shpirtit, fazën e parë shpirtit, me besim. Andaj nëse vdes një fëmijë, deri 15 vjet vdes si besimtar. Dhe këtë e dëshmon edhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thot: kullu mauludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Çdo fëmijë lind në natyrën e pastër islame. E prindrit pastaj ose e bëjnë hebrej, ose e bëjnë krishter, ose e bëjnë megjusi, zjarr putist. Për ta vërtetuar këtë fakt, e kemi na ajo që quhet kryqëzimi ose pagëzimi të krishterët. Shumë në kish, një fëmijë krishter që lind, pa e që me pagëzu në kish, ai nuk zihet krishter. Edhe nëse një krishter vdes i pa pagëzuar, atë nuk e varrosin varrezat e krishterëve. Me këtë veprim ata e vërtetojnë këtë hadith. Pse thënë ata se pa shku te kisha te popi me pagëzuaj nuk është krishter. Pse para se çka është? Është musliman. Është në natyrën e fitrat, natyrën e pastër, natyrën e shpirtit ku ja ka dhënë besën Allahut subhanahu wa taala. Kur t'i boje fëmija 15 vjet, atëherë ai ka me vendos. Nëse është fëmijë i muslimanëve, e vendos letë më u bo musliman. Edhe kjo është prej dhuntive që i kemi na, që kemi lind prej familjeve musliman, që nuk ja dim shishirin, që nuk dim me thonë elhamdulillah.
Se s'ki pas nevoj ti mu lodh, s'ki pas nevoj ti me u angazhu, s'ki pas ti nevoj shumë me mendu. Prind musliman, ti me automatizëm e ke trashëgu islamin, normalisht mas të lezu je bindje dhe ma shumë, je forcu dhe ma shumë, ama e ke marrë hazër. Edhe këtu, falëndrim Allahut fillimisht, pastaj falëndrim edhe prindërve tanë, gjyshërve tanë, të parëve tanë që kanë zgjedhur islamin në atë kohë, kur dikush ka me të pagan, dikush ka me të krishter, të parë tonë e kanë zgjedhur islamin, dhe elhamdulillah që 500-600 vjet, 700 vjet jena musliman. E inshallah vazhdon islami deri kiamet të vende. Shif në vllazni që më kjo dhun ti. Pastaj merre shembull çka dush. Selman Farisiun ju e dini historinë e tij, sa ka hek, o kon zjarrputist. Baba i tij është kujdes për atë zjarmin që ka bëj ibadet. E ka angazhuar edhe djalin mu marr me këtë punë. Ai ka pasë skal, nuk mund me kon kjo besim, e ka lon, ka ik pi vendit vet pi Persis, është taku me karavan, është taku me krishter, ka ardhur në Sham, në Sirinë e Sodit, e ka shoqëruar një pop, ka vdek një tjetër, ka vdek një tjetër, ka thonë këshire bebirun jam të dek ama, ti e se ka ardhur koha më ardhur pejgamberi i fundit, nëse e nin që ka ardhur, shko edhe pranoj e fenë e ti, se ajo është vula e pejgamberve edhe feve. Edhe kur e merr vesh se ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi Medine, ai niset me karavan me ardhur Medine, edhe pranon islamin. Histori shumë e gjatë. Është ka hek, është lodh. Ama në fund ka ardhur dhe ka pranuar islamin. Sot kemi në botë shumë shkencëtar që me studime, analiza, meditime edhe pranojnë islamin. Edhe jo shkencëtar. U thon këtu, bot këtu, ndron fe, edhe në fund bëhet musliman. E te ki hazër, pi babës, pi nanës. Thuj, elhamdulillah, sabah aksham. S'ki nevoj ti mu lodh, as me analizu, as me studiu, e ki islamin hazër. Dhe kjo është marvesha, për të cilën fletë Allahu i madresha. Këtë beslidhe që kena bona, ku kena qenë shpirtra, me Allahun, dhe pastaj ku kena ndalë në dunjo, dikush për neve ju ka përmbajt soj marveshe, dikush e ka të rathësu. Edhe andaj se cili jep llogari për vendimin e vetë. Pra të ka xhenet edhe xhehenem. Se ai që i rin besnik, beslidhjes, marveshjes, ai e fiton xhenetin. Ai që e tradhton këtë marveshje, ai e humb xhenetin dhe fiton xhenetin. Po mirë, a veç marveshjet me Zotin, veç kësaj marveshje me Zotin, du të minet besnik në jo, të gjitha marveshjeve. El muslimune inde shuruti. Muslimant i respektojnë të gjitha marrëveshjet. Edhe nuk ka ndodhur në histori islame që muslimant me fi marrëveshje. Sot ka shumë muslimant që i thejnë marrëveshje. Pse? Si janë ndiku prej muslimanve. Tu e pa se si ata i thejnë marrëveshjet, janë mësu edhe këta. Ama kjo është gabim. Kush do le ta thënë marrëveshjen me ty, ti mos e the. Ama hoxha, na hupim kështu të na bëj ata higle, të na bëj mashtrime. Allahu është ai që ta jep bereqetin edhe fitimin. Ti trego akhlakin tanë si musliman. Ti mos e tradhto marrëveshjen që e ke bë edhe ri besnik asaj marrëveshje. Pse? Se cilësia e dytë është më njëherë mas saj është wala yanqudun al-mithaq. Nuk i thejnë marrëveshjet edhe kontratat. Nuk i prishin ato. Andaj mendoje para se me bëni marrëveshje. Analizoje para se me bëni marrëveshje. Në momentin që ti e pranove dhe e nënshkujte, rimas asaj. Ama ki dam, e ke nënshkujt, e ke pranuar. Nuk i drejt me e thy atë kontrat. Edhe këtu dhe në shesh sa është i rëndësishëm islami për një jetë shoqërore të rahatshme. Se njerëzit urin mas marrëveshjeve, nuk e tradhtojnë as ti marrëveshje, edhe nuk
ka hile, nuk ka mashtrime, nuk ka dame. Të jo muslimant mës me konë ligji që i ndëshkon, ata i thejnë marrëveshje. Bile, tu e ditë se ligji i kap thyrën e marrëveshjeve dhe i ndëshkon, këta kompanit e mdhaja që janë, me avokat shejtana që i kanë, kur t'i bëjnë kontratat, e kini pa. Qëfar dush kontrate bënë? Desh me Telekomin, desh me Anishin, desh me Ujësilsin, desh me EVN-n, qëfar dush kontrate? Kontrata i ka një pjesë shkronja shumë të mdhoja, edhe një pjesë shkronja shumë të vogla. E ku është shejtani? Që aty të voglat. E kur ku është për neve, kur e lezon atë kontratën, si lezon të shkronjat e vogla. Se edhe me desh me lezon se një zësidu në syza. A që aty rrinë shejtani. Edhe këse ka bu me të vogla, me qëllim që ti mi janë shkalu. Ama, e kur të vjen puna ti me lip hakin tanë, edhe shkon të kompania thupe, s'kam ujë që sa dit, s'kam rrim që sa dit, s'kam internet që sa dit, s'kam. A i thëtë, po, ama shefe këtu shka shkum, kube? Unë e kum lezu, që ti poshtë. Që ti poshtë. Shka shkum këtu, thëtë, në përjashtim të rasteve kur? Pas ka përjashtime. Po unë se kum lezu, po, kusht ka faj, që si ke lezu. Edhe qka? Tash, përreti. Po unë në fund atu me pagujt apet njësoj, një afë s'kum pas telefon, apet në dush me pagujt njësoj, pse? Nuk kemi na fajtor është për shembull EVN-ja, se s'ka pas të rrim centrala dhe centrala s'ka për cilë valë, për shembull. Atë ne musliman s'ka kësi kontrata. Kontrata me shkronjat të mdoja dhe kontrata me shkronjat të vogla. Pse? Se na muna me ik ligjit, ama se nikim Rabbul Aleminit. Dhe pra, kontratat e muslimanve janë matë sinqerta, janë matë bereqeshme. Edhe pra që na si musliman nuk duhet me undiku nga kjo kulturë e rej e jo muslimanve dhe me fillu edhe na me bo kontrata edhe me bo që si përjashtime fusnot 1, fusnot 2, fusnot 3, që keqja këtë që thut nalë të poshtë prishet. Ama ti se lezon këtë poshtë edhe e hanë karemin. Edhe kujton që ti e në regullë, rarisht ata të kanë fund në kurth. Edhe normalisht pastaj s'ka haratlëk, s'ka bereqet, s'ka zhvillim, se ka hile, për shembull të vendet tona. Masë në detyrohesh ti më bo si aj të vjedh, ti vjedh. Ama ti s'ka hije si musliman me vjedh. Nëse aj vjedh, për shkak se donë me fitu pare me ta marrë dhe qatë dinarin e fundit për gjepit ta, ti s'guxon më bo si aj. Edhe na, vend se me lip hakun ton, ne zgjedhim metodën më të lehtë, bomi si ata. A kuptoni kështë më? Nëse na me dalë me protestu me lip hakun ton, na i bim ma shkurt. Edhe na bomi hajdut si ata. Aj hajdut, unë hajdut, barabar. Ama kjo është gabim. Që nuk është zgjidhje fetare, e pare e dyte nuk është zgjidhje e saktë. Po na duhet me lip hakun ton, edhe kush do që na bën zullum dhe padrejti me dalë karshi dhe mi thonë ti e të më bo zullum, edhe unë nuk jam razi me këtë zullumin dhe kërkoj me unë rishu kjo situatë. Pra e para që ka i përmbushin marrëveshjet, e dyta që ka nuk i thejnë marrëveshjet. E treta, në jetën e dynjas nuk jetohet vetë o vllazni. Andaj për të këqijave që i ka gurbeti, është kjo, se ati je vetë. E na djekem të bisedu, a ma mirë është gjenazet mu varos në gurbet, apo mi pro këtu? Fetarisht është ma mirë atje, ku ka vdek me varos? Mos me bo masraf. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 euro. Ama nënë këtë këta mënësh, po me varos atje, po kush është ma atë atje? A e ka vlavin me veti? A e ka motrën me veti? A i ka nipat me veti? A e ka babën me veti? A e ka nonën me veti? Ka e ka? Maksimum që e ka një grua dhe fëmijët e vetë. E familje e gjanë, e miqe, dashamire, kujshie, kolegë, ata si ka me veti. Që këta menojsh apet, e menon, atë të apet ma mirë të qëmë gjenazën vendin tonë, se barëm rahaton familje, kër e shohin gjenazën, e shtin dhe gjenazën, ja falin gjenazën, bëjnë dua për gjenazën, e din ku e ka dhorin gjenazën. E pra të grurbeti nuk është gjë e mirë. Ani pse rinia jonë
kanë qef me shku, se jetë vetë o lazni atje. Jetë vetë, bosh i jegër, bosh i ftoft. A edhe na kina njësë bombit ftoft të ne, ani pëse da ngatë. Se na mashton që ki telefoni, na mashton shejtoni, na mashton dynjoja. Ama nuk ka vllazni, shife, kur t'i bësh do vjetë, e kupton se pa familje, pa miq, pa dashamir, pa zjarete, pa ndeja bashk, jeta nuk ka kuptim, nuk ka rahmet, nuk ka bereqet, vetë nuk jetohet. Kafja, qajtorja, nuk e zëvendëson ndejen me familje. Rinia për problemeve që i kanë sot, edhe për gabimeve të mëdha janë që të qajtorët edhe kafe që i kanë qenë për çdo qosht mahalleve tona, edhe gjithë ditën rinë qajtore në kafe. Por i beti me nënën tonë të shtëpia, por i beti me gruan tonë të shtëpia, por i beti me fëmijët e tu të shtëpia, shkalimin një të kafe. Ka dhe shumë cilësi tjera, veç kam i përmejnë shkurt, lidhet farefisnore, me pas frikë Zotin dhe me i përur ati, me pas frikë ditën e llogarisë, hesapu kena me dhonë. Kejtë që kena bona, ato që i dim, edhe ato që nuk i dim, kena me i pa në regjistër. E gëzum kush është? Ati që vjen libri nga e djathta. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, ati që jepet libri nga e djathta, ai ka me qenë i gëzum. Ai kur ka me shku të shtëpia dhe familje vetë, ka thonë, ha, umu, këna lexon librin tem, kam marrë 10 që, kam fitu. Bëjnë sabër në adhurimet e Zotit këtë dunjë, sepse nuk është lehtë, e falin namazin, që namaz e shtylla e njerëzve të mençur. Shit men sa dush për fe. Si mos të falesh, kur qof ka për te. Shtiru sa dush i devotshëm, si mos të falesh 5 vakt namaz në kohën e vet. Që kjo është sesia më e madhe e njerit të mençur. Jep për asaj që të ka dhënë Zoti. S'është e jotja, ta ka dhënë Zoti, jep. Jep sadaka. Po zëqatin mos të folin. Jep sa të mush me dhon, se Allahu ta kompenzon. Edhe kush të bën keq ktheja me të mirë. Mos u bëni keq si ai. Myte me të mirat e tuja. Pra këto janë karakteristikat. 1. E përmbushin marrëveshjen, 2. Nuk i thënë kontratat, 3. Kujdesen për lidhjet farefisnore, 4. Kanë frikë Zotin, 5. Kanë frikë ditën e llogarisë, 6. Bëjnë sabër në adhurimet e Zotit, 7. E falin namazin, 8. Japin prej pasurisë që kanë Allahu dhe 9. Të keqen me të mirë e kthejnë. Tash une duhet munduar me i këshirë, çka kam prej këtyre cilësive dhe çka s'kam. Po edhe ti. Këshire, a i ki të me vetja se i ki, si ti i kish atë alhamdulillah, i e njeri i mençëm, tamam. Se të mungon diçka, korrigjoje veten dhe plotësoje veten. Allahu i madhëshëm na bëf prej besimtarëve të mençur, të cilët i kanë këto karakteristika dhe vazhdojnë me to derisa të jenë gjallë, deri ditën që japin amanetin Allahu të dhul-xhelal. Allahu ju shpërbleft për vëmendjen, Allahu ju bekoft jetën tuaj, pasurinë tuaj dhe familjen tuaj. Walhamdulillahi rabbil alamin.